Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi musallian ala Muhammedin wa alihi wa man tala wa ba'd. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhalla xjalaluhu. Salavat dhe selamet i dërgojmë profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, falenderojmë Allahun xhalla xjalaluhu përzemërsisht për këtë mundësi që na ka dhuruar e që na ka tubuar në shtëpinë e tij, për ta përkujtuar ato dhe për ta adhuruar ato e për të recituar fjalët e tij e për të ndëgjuar këto fjalë të bukura, të cilët janë të thella dhe të prekshme që prekin shpirtin e që me të vërtetë lutim Allahun xhalla xjalaluhu që Allahu ta bën Kur'anin pranverë të zemrave tona. Allahu xhalla xjalaluhu ta bën shkak që ai të jetë ndihmuesi jon dhe të jetë argument për ne në ditën e gjykimit. Padyshim se cilëndohet që ta marrish nga surat e Kur'anit, subhanallah, se cila e ka shijen e vet, se cila e ka dhe mesazhin e vet dhe e ka ndikimin e vet që prek thellë në zemra dhe në shpirt. E njëra prej surave të veçantë të vëllezër është edhe kjo sure, të cilën pra e recituam së bashku këtu me ju, është surja Maryam, që me të vërtetë se e vetmja sure në Kur'an që mban emër gruaje dhe emër femre është kjo sure. Allahu xhalla xjalaluhu ja ka dhuruar këtë nder Mërjemes alayhis salam që ta ketë këtë pozitë të lartë që në Kur'anin ton, librin ton, që të recitohet deri në Kiamet, të ketë këtë emër, kjo sure, surja Maryam, nëna e Isës alayhis salam. Dhe se paramendohen Allahu xhalla xjalaluhu çfarë fjalësh të shijshme, të lezetshme e të bukura ka sjellur në këtë sure. Dhe me përfundimin e fjalëve të buta dhe të mira dhe me mesazh shumë të madh që Allahu xhalla xjalaluhu në këtë sure, vëllezër, mesazhi dhe qëllimi i kësaj sure është tauhidi i Allahut xhalla xjalaluhu, njëshmëria e Allahut xhalla xjalaluhu, që ta njëshmërish Allahun për Zot një dhe se vetëm atij i takon adhurimi. Dhe Allahu xhalla xjalaluhu sjell këtu argumentet pastaj se për disa të cilët kanë veshur dhe kanë shpifur për Allahun xhalla xjalaluhu. E pastaj cek shpifjen që ja shpifën Mërjemes alayhis salam me Isën alayhis salam, e derisa i përshkruajtën dhe Allahu xhalla xjalaluhu se ai ka djalë. Janë veshën Allahu xhalla xjalaluhu e Isën alayhis salam, i cili është rob dhe i dërguar i Allahut, se ai është bir i Zotit. E Allahu xhalla xjalaluhu o vëllezër në këtë sure e shpreh qartë hidhërimin e tij dhe zemrimin e tij me ata të cilët kanë shpifur për Allahun xhalla xjalaluhu. Nëse i marrë me ajetet e fillimit, e shihni se sa të lezetshme janë dhe sa të buta. Ejtija, silija, taqija, sharqija, bukratan wa asija, këtë këto fjalë të buta, të lezetshme, fjalë mëshire. Por nëse vim ka fundi i kësaj sure, e vërejmë se dhe në shprehje Allahu xhalla xjalaluhu është i hidhërum dhe i zemërum në shprehjet duke i shprehur ata të cilët kanë shpifur për Allahun xhalla xjalaluhu. Dhe më njëherë gjejmë laqad ji'tum shay'an idda takadu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Këtë fjalë të shtrënguara, të forta, të hidhërimit, ditën kur kanë thirrur se i gjithëmëshirshmi ka fëmijë.
A kurse tha Allahu xhela xhelaluhu, çdo sen çka është në qije në tokë, do t'i vjen Allahu xhela xhelaluhu vetëm se si rob. Dhe Allahu xhela xhelaluhu është ai I cili tha wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Secili prej tyre do të na vjen I vetmuar. Secili për Allahu xhela xhelaluhu I vetmuar. E pastaj Allahu xhela xhelaluhu tregon për ata pejgamber o vëllezër të cilët ishin me të vërtetë që I trashëguan ato mirësitë e mëdha që ja udhëroi Allahu xhela xhelaluhu, e që kur I ndëgjonin ajetet e Allahut ato binin në sejdë, duke qajtur për ajetet e Allahu xhela xhelaluhu. Pastaj cilësoi një prejardhje pas tyre, të cilët I begatoi Allahu xhela xhelaluhu, tha që erdhën një prejardhje fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u s-salat. Erdhë një prejardhje pas këtyre burrave të mëdhenj, të cilët erdhen pas tyre që e humbën namazin. Pra mendohu Allahu xhela xhelaluhu e cek në këtë surë, thatë që erdhen pas tyre njerëz dhe pasardhës që e humbën namazin. A kurse për ata të cilët e humbën namazin, Allahu xhela xhelaluhu thotë do të futen në gajje, në xhehenemin e thellë, një lugin që quhet gajja, në xhehenem thellë. Përveç atyre të cilët pendohen. E ata të cilët pendohen dhe bëjnë vepra të mira, Allahu xhela xhelaluhu tha se Allahu xhela xhelaluhu për to ka përgatitur Jannetu Adn, ku nën to rrjedhin lumej, dhe është e përgatitur vetëm për robërit e Allahu xhela xhelaluhu. Dhe se kjo mirësi o vëllezër është me të vërtetë këtë e bëm kështu shkurt për ta kuptuar se në këtë sure ka mesazhe të mëdha e disa pyetje që do bëj për në këtë sure, shkurt që ta shohum a jemi të njohur me këtë sure apo jo. Cili është pejgamberi I parë që përmendet në këtë sure? Kushta Ibrahim? Jo. Zakaria. Allah është problem. E shpërndoni e dikë. Allah është problem të dhendet. Pra pejgamberi I parë që përmendet në këtë sura është Zakaria a.s. që Allahu xhela xhelaluhu e bjen lutjen e tij se si është drejtuar direkt, pra ju është drejtuar Allahu xhela xhelaluhu me atë mbrëmsinë e msheft që e ka ngrënë brenda për shkak se nuk ka pas fëmijë, po ju ka lutur Allahu xhela xhelaluhu dhe I lutet me metodën më të mirë. Dhe në këtë sure kuptojmë se çdo send çka të kish, çdo breng çka ta kish dhe çdo dëshirë, tash është momenti pra në këtë pjesë të natës të cilën jemi, ti lutesh Allahu xhela xhelaluhu direkt. Çfarë dëshire duash? Çfarë kërkese të kish, Allahu xhela xhelaluhu kërkoja, se Allahu xhela xhelaluhu tha I cili I adhuroi Zakariait a.s. djalin, I adhuroi pas një moshe të shtyrë që asaj vet nuk I besonte vetit vet. Po te Allahu xhela xhelaluhu çështja është vetëm kun feyekun, kur dëshiron diçka vetëm I thot bëhu dhe bëhet. E pra pyetja është se cili është pejgamber që e bëri Allahu xhela djali I Zakariait? Yahya. E tash këtë me dhon kanë ju. Po mirë, një pyetje. Pas kësaj Allahu xhela xhelaluhu e përmend pra Mariamin a.s. Tamam? Për cilën pemë e urdhënon Allahu xhela xhelaluhu që ta shkund Mariami këtu. Në cilën pemë ishte kur erdhi momenti I lindjes së saj Isa a.s. Hurmuz. Merri ta shpërndaj kush ka fol. Ka një Allah është problem. Dhe është një fjalë për të cilën Allahu xhela xhelaluhu e ka përmendur këtu dhe në to ka polemik shumë. Tha wa in minkum illa wariduha. Çdo njeri prej jush do të kalon për rreth xhehenemit. Kur flet për xhehenemin, tha çdo njeri prej jush, fjala wariduha, komentatorët e vëllezër të Kuranit e ranë në disa mospajtime ose në divergjencë se çfarë kuptimi ka. Allahu xhela xhelaluhu me këtë fjalë shumë herë vjen gjuhën arabe, warid është me kalu ose me u fut në to. E deri dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam
prej tyre të cilët e kishte këtë frikë, se mos vallë është kuptimi i ajetit se cili prej jush do të futet në xhehenem. Pra mendoj Allahu xhela xhallahu me këta do të futet në xhehenem apo do të kalon nëpër xhehenem. Ibn Abbasi radiallahu anhu shumë herë ju thonte se na ka ardhur lajmi që do të futemi në xhehenem apo do të kalojmë nëpër xhehenem, pos na ka ardhur lajmi se na do të shpëtojmë. E ishte Nafi ibn al-Azraq, i cili kur e pyeti Ibn Abbasin për kuptimin e këtij ajeti, atëherë ai tha, është për qëllim se do të futemi në xhehenem. Po tha, si do të futemi në xhehenem? Tha, nuk e shef fjalën e Allahut xhela xhallahu që ka thonë, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Ju dhe ata të cilët ja adhuroni jashtë Allahut xhela xhelalu do të jenë lënda djegëse e xhehenemit, do të jenë së bashku me ta të futur në xhehenem. Dhe për Firaunin tha Allahu xhela xhelalu ka thonë yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar. Do t'ju prin Firauni popullit të vet për në zjarr dhe do t'i fut në zjarr. Kjo fjala fa awradahum an-nar. E pra Ibn Abbas radhiyallahu anhu kishte mendimin se është për të u futur në zjarr. E pastaj ky Ebu Rashid i binte argumente tjera derisa i thonte Ibn Abbas radhiyallahu anhu, thonte unë dhe ti do të futemi, po këshira do të dalim prej saj. E pastaj Ibn Kathiri rahimullahu vëllezër e bjen një transmetim të Abdullah ibn Rawahës, i cili tha një herë ishte në tefsirin e tij pra përmend Abdullah ibn Rawaha, i cili ishte një herë tha i sëmur e kishte vendosur kokën e tij në prehrin e gruas së tij dhe filloi të qanë. E pastaj filloi dhe gruaja e tij të qanë. E ky e pyeti gruan e tij duke i thonë se pse po qanti? Tha po të pash ty duke u qajt dhe duke u mërzitur qajta për pikëllimin tënd. E atëherë tha qaj për ajetin Allahu xhela xhelalu që ka ardhur wa in minkum illa wariduha, se cili prej jush do të kalon, do të futet pra në xhehenem, ka ardhur lajmi, na ka ardhur që do të kalojmë apo do të futemi, po nuk na ka ardhur lajmi i prerë që unë e ti ai tjetri pra do të shpëtojmë. Për lajm që do të kalojmë në për xhehenem po që do të shpëtojmë nuk na ka ardhur lajm. E kjo pra i bëri o vëllezër gjithashtu edhe Ebu Mejsara ishte ai i cili kur shkonte në shtrat qante aq shumë derisa thonte ja lejte ummi lem talidni. Sikur mos të më kishte lindur nëna ime. Në ka ardhur lajmi që do të futemi në xhehenem, po që do të shpëtojmë dhe do të dalim, nuk e dim. Lusim Allahun xhela xhelaluhu që Allahu xhela xhelaluhu të na shpëton nga zjarri i xhehenemit. Se padyshim Qatada rahimullah pastaj në komentin e këtij ajeti tha është për qëllim kalimi sipër xhehenemit që çdo kush do të kalon nëpër xhehenem. Rruga e Siratit, i cili është i mpreht edhe është aq e vështirë, më e mpreht se tehu i shpatës, edhe pastaj sikur që kanë ardhur hadithet grupet të cilët do të kalojnë, e Allahu xhela xhelalu në surën Maryam tha thumma nunajji alladhina taqaw, na i shpëtojmë, pastaj do të shpëtojmë ata të cilët kanë të devotshëm, wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya, do të lëmë zullumçarët në to të gjunjëzuar. Lutim Allahun xhela xhelaluhu që Allahu të na mbron nga zjarri i xhehenemit, Allahu të na shpëton nga zjarri i xhehenemit, dhe Allahu xhela xhelaluhu të na bën nga robërit e devotshëm të cilët do t'ju trashëgon xhennetin. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Me kaq sonte deshëm vetëm pak më u njoftuar me këtë sura, Allahu ju shpërbleft. Vazhdojmë atëherë pra me tjera të pyetje inshallah dersin e ardhshëm, Allahu ju shpërblet.